Horoskopi ditor e inte 29 maj 2025. Dashi, falëndikimi të Neptunit edhe sot jeta juaj në çift do të rrethohet nga problemet dhe ndryshimet e humorit. Gjithsesi, Jupiteri do ju ndihmojë që në mbrëmje të reflektoni më mirë. Nga ana tjetër, mjedisi yjor parashikon një ditë intensive për beqarët. Do jeni sensual dhe sentimental. Ditë e përshtatshme për të kryer operacione financiare interesante. Do keni të qartë strategjinë drejt rritjes së buxhetit. Demi, sentimentalizmat në çift do jenë të shumta, por xhelozia do jetë më e madhe se zakonisht dhe rrezikon të shkaktojë dëme të mëdha. Bëni shumë kujdes me ato që do thoni. Beqarët edhe vetëm me një shikim do të rreqin vëmendjen e seksit të kundërt. Do filloni betejë pak të vështira por me sukses. Nëse shpenzoni aq para sa keni në xhep, do rrezikoni fortuna në planin financiar. Binjakët, të frymëzuar nga Jupiteri, ju do rregulloni sjelljen e kohëve të fundit vetëm për të vendosur harmoninë në çift. Vendin e debateve dhe konflikteve do e zër bashkëpunimi dhe dialogu. Përfitoni. Beqarët do kenë një ditë jashtëzakonisht romantike. Pritet një lidhje serioze dhe e bukur. Financat do jenë goxha të mira dhe do vazhdojnë të rriten nëse nuk shpenzoni me sy mbyllur. Gaforja, në përgjithësi, marrëdhënia me partnerin do jetë e mirë sot. Mundoni të jeni sa më objektiv që të mos keni asnjë mosmarrveshje. Ju mundeni. Beqarët do shpenzojnë jashtëzakonisht për veshje në mënyrë që të bie në sy. Fatkeqësisht, mundi do ju ikë kot. Tregojini mirësinë që keni në shpirt herë tjetër dhe do dilni të fituar. Situata financiare nuk do ketë probleme të mëdha. Që të sohuni. Luani. Në vend që të luani si macja me miun me atë që keni në krah, që të sohuni dhe diskutoni. Një pjesë e çifteve do i besojnë më tepër partnerit dhe nuk do lejojnë tensionin të bëhet pjesë e tyre. Beqarët do vazhdojnë edhe sot të kenë status. Nëse nuk hiqni turpin, kjo situatë nuk do ndryshojë shpejt. Buxheti do jetë i stabilizuar, por për çdo shpenzim mendohuni mirë para se ta bëni. Virgjëresha, ju çifte duhet të përgatiteni sot të shijoni momente të mrekullueshme të cilat do jenë dhuratë nga yjet. Dhe forconi më tepër bashkëpunimin dhe besimin tek njëri tjetri. Edhe beqarët do mund të kenë përvoja të këndshme, të cilat shumë shpejt mund të kthehen në dashuri të vërteta. Fati do jetë në anën tuaj në planin financiar, por ju do keni tendencë të bëni shpenzime maramëndse. Kujdes. Peshorja. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, nuk do të tundoheni fare nga aventurar për të i kushtoni gjithë kohën e dur atij që keni në krah. Do jepni dhe do merrni mjaft kënaqësi sot. Beqarët do kenë flirte dhe emocione, por ende nuk do gjejnë princin e tyre të kaltër. Largoni sa të mundin dëshirën e shprenuar për të bërë shpenzime në mënyrë që situata financiare mos ketë probleme. Akrepi. Beqar, Marsi do jap sot mundësi të shumta për të takuar personin e duhur. Qëndroni të vëmendshëm dhe bëjeni sy të katër. Pasioni do të rritet në jetën sentimentale të çifteve. Planetët do ju mbrojnë nga çdo problem dhe konflikt. Jetojini qetësisht, këtë të njëjtë pa menduar çfarë do ndodh nesër. Në planin financiar nuk do ketë ndryshime të mëdha të situatës që është krijuar. Shigjetari, në influencën e Mërkurit dhe Neptunit do jeni shumë të qetë në jetën tuaj sentimentale, por sharmi nuk do ju mungojë. Ju beqar duhet të jeni më të rezervuar dhe të mos hapeni shumë me personat që sapo do takoni. Mbani distancë derisa t'i njihni më mirë. Planetët do ju bëjnë të merreni më seriozisht me menaxhimin e financave. Do të stabilizoni buxhetin dhe do ndiheni më mirë. Britsjapi. Në parim kjo ditë do jetë e qetë për të dashuruarit. Nga ana tjetër duhet të bëni shumë kujdes nga efektet perverse të Venusit, që mund t'ju bëjnë më kritik se sa duhet. Gjithçka mund të shkojë në disfavorin tuaj, por nuk u tregua të vëmendshëm. Sensual dhe charmant, ju beqar do keni gjithçka për të bërë për vete atë që doni. Situata është shkëlqyer financiare, përfitoni sa të mundni. Ujori. Jeta sentimentale e çifteve nuk do jetë shumë e qartë dhe do kenë keq kuptime të shumta me partnerin. Gjithsesi, Urani do jap mbështetjen e tij në mënyrë që situata të qartësohet sa më shpejt. Beqarët do të tregohen më të hapur ndaj takimeve me seksin tjetër që të gjejnë dashurinë. Ka mundësi që të keni rritje të papritura të financave dhe situata të përmirësohet ndjeshëm.
Peshqit. Jeta juaj në çift mund të kalojë një ditë delikate sot, të mbushur me konflikte dhe debate. Mundoni të qetësoni veten, sepse situata mund të përkeqësohet më shumë se sa ju mendonit. Një takim ka mundësi të vijë për beqaret. Hidheni hapat një nga një, pa u nxituar në mënyrë që të përjetoni më shumë kënaqësi. Tregoni maturi me financat dhe nuk do të keni asnjë problem me to.